Okej, vazhdojmë me pyetjen e radhës. Një shikues thotë kështu: gjithë këto dukuri negative që po ndodhin tek populli jon, vrasje, dhunime, divorce, aksidente, drogë, prostitucion në maksimum, a mendon se janë dënim ose largim nga mëshira e Allahut? Se cilën herë do të ekziston e keqja në këtë botë. Dhe tash këtë varet se si do të mbrohemi ne. E tash pyetja, pse neve muslimanëve më ndodh apo? Po ki inspiruar më shpi vrasjeve të fundit në Gjilan edhe në Tetov. E kuptoj. Nëse ka ndodhur disa vrasje këtu, në vende tjera më shumë ka ndodhur. Nëse merr një analizë e von, ku ka më shumë vrasje të muslimanët e jo muslimanët, apo? Veç Meksikën me shni këto, Ukrimovit. Ku ka drogë më shumë të muslimanët e jo muslimanët, ku ka prostitutë, të gjitha të këqijat janë të jo muslimanët, me përqindje të madhe. Mirë po, a do të ndodhin edhe më të tjetën, do të ndodhin. Pse se asnjëherë nuk mundet një ummet, një popull, mos të ketë ndonjë njeri që është larg fesë. Se cilën herë do të ketë. Por do të thonë që ai njeriu që është brenda fesë edhe fal namazin edhe që nuk vret. Se ka të bëjë me sabër, ka të bëjë me durim. Njeriu sado që është i keq, plus edhe shejtani, djalli, kur e ndihmon, ai në momentin që nuk ka durim dhe reagon e bën gabimin. Pastaj pendohet. Nuk ka njeri që ka posaçërisht ta vrasi. Me automatizëm pendohet. Me njëherë çka bëna? A edhe nëse nëse më shefët, ndërgjegja, po. Nuk ka njeri posaçërisht nëse ka pak fe, pak sinceritet që nuk i bë pishman. Por pse ndodhin të ne, ndodhin se sot unë në xhama në hutbë fola për një hadith që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fol për një problem që tash e kemi, unë mendoj që e kemi, thot do të vjen koha kur ju do të jeni shumë, ama do të jeni si shkuma e detit. Që e përmenëm detin, por. Po, si shkuma e detit. Përsa jemi ne? Plot. 2 miliard. A na pyet dikush në botë? Për çështje politike, ekonomike, jo. Pse do të thonë jemi shumë, ama nuk jemi bashkë. Nuk jemi të bashkuar. E problemi më i madh, por atë çka Allahu subhanahu wa taala thotë wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kapuni të gjithë ju për litarin e Allahu subhanahu wa taala. Do të thonë për Kur'anin dhe Sunetin dhe mos u përçani. Të ne ke pa nëse fort për popullin tonë, për shqiptarën në përgjithësi, shumë përçau. Në të gjitha aspektet. Edhe tash shumë luftohet feja, shumë luftohet edukata, shumë luftohet civilizimi islam. Edhe njerëzit mendojnë që nëse e braktisë këtë do ta gjejnë më mirë, do të gjejnë diçka më mirë. Edhe jetë ndërmjet asaj dhe asaj. Edhe njeriu kur nuk ka edukim fetar, kur nuk ka shoqëri të mirë, kur nuk lidhet me xhami, kur nuk lidhet me familje, atëherë e bën gabimin. Edhe ajo ka ndodhur, edhe unë jam mërzit. Se si njerëzit shumë lehtë e bëjnë këtë gabim, posaçërisht me vrar njeri, që Allah subhanahu wa taala nuk pajtohet me këtë, në asnjë mënyrë, në asnjë rast. Unë mendoj që duhet me voluti që Allah të udhëzon rinin tonë. Kudo që janë. Ta përvëson fe, a duhet ne më shumë me punu. Duhet shumë me punu, shumë me fol për këtë çështje. Unë njëherë kam potencu se dia të jua dikun tjetër, kështu kam thonë, shteti duhet hoxhallar t'i paguan. E kam thonë këtu? Po këtu. Prap po e them, jo që ne kena nevojë për 20-30 dinar, po kena nevojë normale, se edhe në njerëz jemi. Po dhe pa ato para kena me tu. Ama duhet bile një mirënjohje hoxhallarëve, asnjëherë s'ka ndodhur kjo. Hoxhallarët janë ata që në xhami e luftojnë kamatën, prostitucionin, kamatën, vjedhjen, vrasjen, urrëtitjen, xhelozinë. Hoxhallarët e luftojnë. Meriti ndëgjojnë në YouTube ose të gjithë hoxhallarët, pa marrë parasysh ka janë dhe s'janë, të gjithë flasin për këta tema. Merre grupin tjetër, kush do që është,
që dalin nëpër mediume, flasin e mundohen, shife çfarë debati bën. Ato këto ligjërata që kanë 99% të hoxhallarëve për mirëqenie, për mirë, ato nuk i mshefin, janë pikë. Ju flitni se duhet mu martu me çikën e minxës. Ju flitni se duhet mu martu me çikën e tezës. Ju jeni kundër flamurit kombëtar. Ju kështu, ju ashtu. Po ballë ata njerëz edhe kemi përmend shumë, ata njerëz që ose nuk dinë, ose paguhen për me luftu fen, ose janë xhelos ndaj hoxhallarëve. Edhe ata e kanë problem se ne të partë jemi. Nga do popull. Nëse ai që dikush mundet me qenë ai. Ai mundohet me fol, sa do të fol. Hoxhallarëve s'ne u shkon. Jo pse hoxhallarët janë më të ditur, as më të mençur. Po pse mundohen me tregu të vërtetën. Edhe ne kena ballafaqur me probleme, se nuk ka lehtë me thonë të vërtetën këtë kohë. Se dikush preket. Për shembull se flet për kamatën. Po dikush mundet me ta çuni selam nëpër telefonet e nëpër njerëzve. Pse ti hoxha fol për mua? Ne folim për gjithësi, nuk folim me emra të përveçshëm. Po. Nëse fol për prostitucion, për gjithçka që fol. Është pak problem se njerëzit nuk të kuptojnë si do unë. Ama ne e kena për borxh dhe obligim me u tërheq vërejtën të gjithë njerëzve, po çështërisht popullit tonë.